Me datën 5 dhjetor 2025, me fillim në orën 13 në sallën e Kuvendit të Komunës së Tuzit, u mbajt diskutimi publik për projekt buxhetin e komunës për vitin 2026. Të pranishmëve ju drejtua sekretari i Sekretariatit për Financa, Driton Gjokaj, i cili prezantoi strukturën, prioritetet dhe synimet kryesore të buxhetit për vitin e ardhshëm. Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve të planifikuara për vitin 2026 arrin në 12.895.072 euro, duke bërë atë buxhetin më të madh që ka pasur ndonjëherë komuna e Tuzit. Gjokaj theksoi se buxheti synon në rritjen e të ardhurave vetanake, përmirësimin e efikasitetit të shpenzimeve dhe realizimin e projekteve kapitale të planifikuara për komunën. Fjalën e mori edhe kryetari i komunës së Tuzit, Lindon Gjelaj, i cili ju përgjigj pyetjeve të parashtruara nga të pranishmit. Gjatë prezantimit u përmend edhe një nga risitë e vitit të ardhshëm, formimi i njësisë së re të shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, e cila është parashikuar në kornizën buxhetore të vitit 2026 të pritet të forcojë sigurinë dhe reagimin emergjent në komunë. Diskutimi publik u zhvillua në formë të hapur, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të parashtrojnë pyetje, të japin vërejtje dhe propozime lidhur me ndarjet buxhetore, projektet kapitale dhe prioritetet e zhvillimit lokal për vitin 2026. Të nderuar qytetarë të pranishëm, të nderuar qytetarë që na përcjellni përmes mediave, TV Bojnë, po e shpallim të hapur diskutimin publik qendror për draft vendimin e buxhetit të komunës së Tuzit për vitin 2026. Baza ligjore për miratimin e këtij vendimit është e paraparë në ligjin mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale, në ligjin mbi buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale, në ligjin mbi vetëqeverisjen lokale dhe në statutin e komunës së Tuzit. Sa i përket anës së të ardhurave, qëllimet kryesore për buxhetin e vitit 2026 janë rritja e mbledhjes së të gjitha llojeve të ardhurave, rritja e të ardhurave vetanake përmes një mbulimi sa më të madh të taksapaguesve, ndërsa sa u përket shpenzimeve, qëllimet kryesore janë racionalizimi i gjitha llojeve të shpenzimeve, shlyerja e rregullt e gjitha detyrimeve, si dhe realizimi i projekteve kapitale të planifikuara me buxhet të vitit 2026. Siç e keni parë edhe ju në materialet që i keni fituar, buxhetin e vitit 2026 për komunën e Tuzit e kem planifikuar në vlerë prej 12.895.072 euro. Kjo është një vlerë rekorde e buxhetit të komunës së Tuzit, qysh se komuna është e plot. Mund të them se parashikimi i këtyre ardhurave, pra projektimi i këtyre ardhurave është bërë në bazë reale, duke u bazuar në realizimin e buxhetit në vitin 2025, në vitin që jemi tani, dhe shkurtimisht po kaloj për të gjitha të ardhurat në mënyrë tabelare që të shohim se sa i kena planifikuar dhe ku kem pas rritje. Siç e shihni në tabel, të ardhurat vetanake janë të planifikuara në vlerë prej 2.873.000 euro, në krahasim me buxhetin e vitit 2025, këtu kemi rritje prej 476.000 euro. Këtu kemi tatimin në patunshmëri, mbi tatimin në tatim, tatimin në shitblerjen e pasurisë së paluajtshme, pra të patunshmërive, kompenzimin për rregullimin e trollit ndërtimor dhe disa të ardhura tjera. Mandej kemi të ardhurat përkatëse, i kemi në vlerë prej 2.345.000 euro, në krahasim me vitin 2025, këtu kemi rritje prej 840.000 euro, duhet të ceki se arsyeja kryesore pse kjo pikë është rrit kaq shumë është edhe ligji për finansimin e vetëqeverisjes lokale, ku Tuzit dhe Zetës nga 50% u rritet në 89% kthimi i tatimive në persona fizik. Do të thotë e kena planifikuar këtë pikë në 2.240.000 euro, duke u bazuar në realizim të vitit 2025. Sa u përket transfertave dhe donacioneve, kemi donacione të rregullta për projektet e Bashkimit Evropian, edhe këtu kem rritje, vlera është 1.679.000, transferta nga buxheti i shtetit, kjo është fjala për dotacione, 1.600.000, transferta nga fondi egalizues, 2.776.000, edhe këtu është rritje, do të thotë se fondi është rrit në mënyrë absolute, por edhe komunës së Tuzit i takon edhe më shumë krahasim me vitin 2025. Mandej kemi
mjetet e bartura nga viti i kaluar 800.000 euro, edhe këto janë më të mëdha se çka kena kaluar nga viti 2024 në 2025, gjithsesi kjo pikë gjithmonë mbetet ndoshta pak jo 100% e sigurt, se nuk jem sigurt në fund vitit sa kena me kaluar vite, gjithsesi shpresojmë se do të jem afër kësaj cifre. Do të thotë në total sa u përket të ardhurave, gjitha këto bashkë bajnë vlerën 12.895.072 euro. Ka që kisha sa u përket të ardhurave të buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2026, po kalojmë në pjesën e shpenzimeve. Të cekin fillim se me nenin 27 për finansimin të ligjit për finansimin e vetëqeverisjes lokale është përcaktuar se gjitha shpenzimet rrjellëse dhe shlyrja e borxhit të financohen nga të ardhurat rrjellëse. Si çdo vit, edhe këtë vit komuna e ka plotësuar këtë kusht, do të thotë dallimi është 948.000 euro. Do të thotë të ardhurat rrjellëse i kena më të mëdha se shpenzimet rrjellëse bashkë me shlyrjet e borxhit për 948.000 euro në buxhetin e vitit 2026. Sa u përket shpenzimeve, do t'i paraqes po ashtu sjellje të ardhurat në mënyrë tabelare. Kemi shpenzimet rrjellëse, këtu hin bruto, rrogat dhe kontributet e punëtorëve, të ardhurat tjera personale, shpenzimet për material, për energji elektrike, mirëmbajtje rregullt, interesat, cilat, subvencionet për bujqës dhe shpenzimet tjera në vlerë totale prej 4.197.000 euro. Dhe ceki këtu çka është në nënsi për bujqës, mbështetja për bujqës edhe këtë vit vazhdon në vlerë prej 600.000 eurosh. Transferta institucioneve, individëve, sektorit jo qeveritar dhe atij publik, transferta tjera 3.420.000 euro. Mandej kem pjesën kryesore, shpenzimet kapitale, 4.334.000 euro, që i takon 33.6% e buxhetit. Do të thotë 33.6% e buxhetit ose më shumë se 1/3 e buxhetit i takon pjesës kapitale. Mandej kemi rezerven, shlyrjen e detyrimeve nga periudha më e pashme dhe shlyrja e borxhit. Në vlerë totale gjitha këto janë normal si edhe të ardhat në vlerë prej 12.895.072 euro. Tash nuk do të dalem të secila pikë sepse kemi shumë këtu, do të ndalem të disa pika kryesore e thaç për bujqës. Për krahja 600.000 euro. Vazhdojmë në pikën tjetër që është me rëndësi mu cek transfertat institucioneve, individëve dhe sektorit publik e privat. Këtu i kem 2.250.000 euro, do t'i ceki disa kryesore këtu. Do të thotë, këtu kemi transfertat për institucionet e kulturës dhe të sportit janë të planifikuar në vlerë prej 573.000 euro, prej këtu 40.000 euro konkursi për sport, 400.000 euro klubi futbollistik Dëqic, 125.000 euro klubi i basketbollit Dëqic. Mandej kemi transfertat për organizatat jo qeveritare 45.000 euro, partive politike në bazë të ligjit 96.000 euro, ndihma të njëhershme financiare 25.000 euro, ndihma për apo subvencion apo si ta quaj pagesë për nënat që lindin fëmijët 40.000 euro për vitin 2026, bursat për studentët tanë 50.000 euro, organizata turistike lokale 180.000 euro, kryqi i kuq komunal 20.000 euro, shoqata komunale e pensionistëve 9.000 euro, bashkësitë lokale për vitin 2026 200.000 euro, transfertën për ambulancën në TUS 30.000 euro dhe pjesa më e madhe e këtyne shkon për transferta tjera për projektet bashkimit evropian që merret sekretariati GECS për zhvillim dhe projekte 795.301 euro. Sa u përket transfertave tjera 1.170.000 euro kemi qendra kulturo informative Malësia 380.000 euro, SHPK komunale 450.000 euro, SHPK Tregu 90.000 euro, ujësjellsi 180.000 euro dhe SHPK-ja e re Monumenti i Natyrës dhe Kanjonit të Cemit 70.000 euro, që merret me mbrojtjen e lumit Cem. Tani vim te pika ndoshta harrova me cekën fillim para se të hin kapitale, kemi në vitin 2026 në buxhet është planifikuar edhe organi i administratës së ri i quajtur shërbimi i mbrojtjes dhe i shpëtimit, ku do të jenë edhe zjarr fikset. Për këtë organ administrativ janë të parapar me 261.500 euro për vitin 2026. Sa përket shpenzimeve kapitale, e thaç edhe më parë, vlera totale e shpenzimeve kapitale është
4.334.420 euro. Shpenzimet për infrastrukturë lokale 640.000 euro. 140.000 euro janë hartimet e dokumentacionit dhe punë geodezike dhe shërbimet e mbikëqyrjes profesionale, ndërsa 500.000 euro janë të parapame për rikonstruktimin e rrugëve lokale në territorin e komunës së Tuzit. Vlen të ceket se në fillim të vitit 2026, në janar apo në shkurt, Sekretariati për Urbanizëm do të sjell programin për rregullimin hapësinor, ku do të parashifet më precis se cilat rrugë do të rindërtohen, do të adaptohen, do të asfaltohen gjatë vitit 2026. Punët dhe shërbimet e kontraktuar nga viti 2025 në vlerë prej 879.221 euro. Këtu kemi, siç i shihni edhe në tabelë, disa punë për të cilat ekzekutuesi apo emri i firmës veç është përcaktuar me anë të prokurimit publik, disa prokurime tjera publike janë në procedurë, do të thotë vlera komplet e tyre është 879.000 euro për vitin 2026. Shpenzimet për objekte ndërtimore, vlera totale, do thotë pjesa e tretë e investimeve kapitale, 1.079.000 euro. Këtu kemi adaptimin e qendrës rinore në Tuz, në kuadër të stadiumit të Dëçicit, 74.000 euro. Projekt shumë vjeçar tjetër është ndërtimi i qendrës sportive në Sukruz. Për vitin 2026 janë të parapame 730.000 euro, ky është projekt shumë vjeçar. Mandej kemi ndërtimin e ballon sallës pranë shkollës në Dinosh, për vitin 2026 janë parapame 200.000 euro, gjithsesi këto janë projekte shumë vjeçare. Dhe kemi pikën e 4 të kësaj pjesë, ndërtimi i objekteve për nevojat e bashkive lokale Dushic, Milesh dhe Dinosh, komplet 150.000 euro, për vitin 2026 janë të lanona 75.000 euro. Pika tjetër e shpenzimeve kapitale janë shpenzimet për eksproprimin e tokës, 750.000 euro. Eksproprimi i tokës të nevojshme për vazhdimin e ndërtimit të bulevardit Tuz Podgorica, do thotë prej këtyre 750, 650 janë për eksproprim tokës Tuz Podgorica bulevardi, 50.000 për ndërtimin e stadiumit në bashkinë lokale Vran dhe 50.000 për blerjen e tokës ndërtimore për kampin e futbollit në Rogan. Shpenzimet për pajisje 232.000 euro. Këtu kemi digitalizimin e qendrës kulturore informative Malësia dhe investime tjera në pajisje, më së shumti do të jenë edhe për shërbimin e ri që thamë parë për zjarr fiksa. Mirëmbajtja investuese 273.798 euro. Këtu pjesa kryesore është për park në Dinosh, për vitin 2026 70.000 euro dhe për shtëpizat për pazar të Dimrit dhe të Verës 40.000 euro. Tjetër pjesë e projekteve e investimeve kapitale janë transferet për projektet e Bashkimit Evropian, që konkurrojmë dhe i fitojmë dhe realizimi i tyre shihet në komunën tonë, në territorin e komunës tonë, 479.000 euro dhe rezerva 270.000 euro, shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme 10.000 euro dhe shlyerja e borxhit 663.000 euro. Kjo shlyerja e borxhit nuk është ndonjë borxhiri apo ndonjë kredit i ri, por thjesht janë ato me të cilat jeni të joftuam këto kistet që i kena marrë nga fondi egalizues dhe jem duke i kthyer në mënyrë të rregullt pa interes dhe pa ndonjë obligim tjetër. Kaç kisha si për prezantim të buxhetit, do të thotë edhe një herë, buxheti në vlerë totale, siç e tham, është 12.895.072 euro. Shpresoj se në vitin 2026 gjithë ne bashkët, edhe sekretarët, edhe kryetari, edhe tanë stafi do të realizojmë këtë buxhet. Si çdo vit do të realizojmë pikësparit projektet kapitale dhe të shlyejmë gjitha detyrimet që i ka komuna. Tani, nëse keni pyetje, sugjerime, kërkesa, propozime, ju ftoj të merrni fjalën. Faleminderit. Ponovni Bizdarević, ok. Zahvaljujem, uvaženi sekretar. Dakle, ispred nas se nalazi do sad nacrt budžeta sa najvećim iznosom za opštinu Tuzi. Međutim, nisam se toliko detaljno bavio sa svim ovim budžetskim stavkama, jer to sam ostavio za raspravu kada bude usvajanje budžeta, već bih sada vrlo kratko dao svoj doprinos u vidu poboljšanja ili proširenja kada su u pitanju
infrastrukturni izdaci, odnosno kapitalni projekti za opštinu Tuzi. Kada su u pitanju mjesne zajednice, vidim da ponovo nemamo izgradnju mjesne zajednice u Karabuškom polju, projekat je spreman, pa bih postavio pitanje i tražio objašnjenje zašto nije ni u budžetu za 2026. godinu, pa makar da se plaća iz 3-4 rate, jer vidimo da to sve više i više postaje praksa u opštini Tuzi. Također, tražim objašnjenje za izgradnju radova na izgradnji sportsko-rekreativne zone Tuzi, izgradnja sportskog centra Sukuruć. Vrijednost projekta je procenjena na 5 miliona, a svjedoci smo da je bio raspisan tender od 10,66 miliona. Zašto je sada ovaj iznos 5 miliona, a bio je 10,66, ili to znači da će biti manji sportski centar? Također vidimo ovdje da se niz projekata koji nisu realizovani u 2025. godini nalaze i u budžetu za 2026. godini, pa se nadam njihovoj realizaciji i pojašnjenju zašto do njih nije došlo u 2025. godini, kao što je otkup zemljišta za potrebe igrališta umjesto stadiona u Vranju i eksproprijacija zemljišta neophodna za nastavak bulevara Tuzi-Podgorice. Također, ono što me raduje jeste osnivanje službe zaštite i spašavanja u opštini Tuzi, jer svjedoci smo da je ove godine su bili nemili događaji i požari koji su zahvatili prvo Podgoricu, onda se proširili i na našoj teritoriji, tako da je to jedna pozitivna stvar koja je obuhvaćena ovim budžetom, a također bih i predložio i osnivanje parking servis, gdje bismo ovdje na teritoriji opštine Tuzi i na parkingu opštine Tuzi mogli da izgradimo objekat, višespratni objekat, parking servis, odnosno parking mjesta, parking garaža, nazovimo je kako god, gdje bi, nadam se, uspjela da finansira i da održi samu sebe. Kako bismo riješili, naravno, to je jedna, ovdje u centru Tuzija, naravno, potrebna je i dolje kod stadiona, kod gimnazije, kod trga Skenderbeg, još jedan takav objekat, kako bismo riješili naše probleme sa parkinzima i naravno naučili naše građane da poštuju javni red kada je u pitanju i saobraćajnica u Tuzima, mada generalno ovdje gdje najviše su gužve su centar Tuzi i dolje sve do gimnazije. Tako da bih predložio da imate u vidu jedan takav projekat koji bi bio, da kažem, višedecenijski bi riješio problem parkirališta u opštini Tuzi i naravno gdje bi mjere bile i, mogu slobodno reći, represivnije kada je u pitanju nepropisno parkiranje naših sugrađana, jer bismo na taj način njima automatski ponudili alternativu, a ukoliko bi prekršili, odnosno napravili prekršaj u vidu parkiranja, da te mjere budu represivne i da nema praštanja. Zahvaljujem. Faleminderit, zoti Dizdarević. A ka kusht tjetër atë po? Naim, Gjoka Elnoni. Nderuari kryetari i komunës, nderuari sekretar për financa dhe buxhet, të nderuar zyrtar tjerë dhe punonjës të komunës së Tuzit, para se të filloj të elaboroj apo të prezentoj kërkesat e mia në lidhje me draftin e buxhetit, vje keqardhje e madhe që prezenca e të interesuarve nuk është në nivel. Kjo gjithsesi nuk është përgjegjësia e organeve lokale, por filluar nga bashkitë lokale e edhe opinionit më i gjerë, sepse buxheti, dokumenti më i rëndësishëm për funksionim të komunës, por këtë gjë e shoh jo vetëm tek buxheti, por e shoh edhe tek momenti i përgatitjeve të dokumenteve e tjera strategjike për zhvillimin e qytetit. Keqardhje e madhe, ndoshta dëgjojmë kritika lidhje me funksionim, por kur është vendi të propozojmë dhe të jemi prezent, të jemi në tryes, të propozojmë dhe të debatojmë për këtë, e di që është ndoshta
detyra më e madhe tek reprezent politik në seancë të kuvendit, por duhet të fuqizohet, duhet të jetë përgatitja e projekte duhet të jetë inkluzive, e shohat atë veti nga ana e komunës, por duhet edhe ne si qytetar, sepse edhe unë sot këtu jam si qytetar i Bashkisë Lokale Dinosh, momentalisht që jam edhe kryetar i Bashkisë Lokale, por duhet të tregojmë interesimin ton kur është koha dhe ku është vendi. Para se të komentoj dhe të propozoj në lidhje me pjesën kapitale, pjesë e cila ndoshta është më interesante për opinionin, dëshiroj të pikës pari të përshëndes cifrën shumë të madhe të buxhetit komplet, sepse kemi një rritje të madhe shumë për disa vjet, që nga 3 miliona, 1.9 milion në 12.9 miliona, sa po është. Dëshiroj të përshëndes pikë pari të vazhdoj këto fjalë përshëndetje si edhe kolegu Dizdarević në lidhje me shërbimin e zjarrfiksve. Por para se të flasim për këtë shërbim të ri, duhet ditur edhe ndoshta kemi pa ankesa deri tani, si dikush që është pjesë e Këshillit për demarkacion në ndarje midis Podgoricës dhe Tuzhit, duhet të cekur se ai vendim nuk është respektuar totalisht. Duhet ditur sepse kemi ankesa pse nuk kemi pas zjarrfiksat në vend në Tuzë të reagojmë me një herë. Dim mirë se vendimi i vitit 2021 është kënd që komuna e Tuzit të gjej vend dhe gjitha veti teknike për një pikë të zjarrfiksve, kurse ana e Podgoricës të delegoj një makineri që do jetë aty 24 orë. Fatkeqësisht nuk u respektua. Dhe më vjen mirë që komuna është drejtuar në drejtim dhe të ketë shërbimin e vet. Gjë tjetër, që është shumë me nevojë, e duhet ruaj pasuritë tona, dhe përshëndes gjithsesi sekretariatin e bujqësisë, edhe krejt stafin e komunës, lidhje me kanionin e Lumit Cem. I dim pasuritë tona, por fatkeqësisht nuk i kemi shfrytzuar apo valorizuar në masë të madhe, dhe ky është një hap i rëndësishëm e i domosdoshëm për valorizimin dhe ruajtjen e kanionit Lumit Cem, pasurisë tonë natyrore, dhe përshëndes këtë dhe dëshiroj sukses dhe me plot optimizëm që vitin 2026 do kemi një shërbim funksional sa i takon ruajtjes së kanionit Lumit Cem dhe valorizimit të saj pjesë. Do vazhdoj tani gjithsesi me pjesën kapitale. Kjo pjesa e financimit shumë vjeçar është shoqi pozitive, një praks pozitive nga ana e komunës Tuzit. Sepse duhet shikuar udhëheqja e komunës, dini ju më vetë më e mirë, por është si të udhëhequr buxhetin e shtëpisë. Dhe shohim se ata që planifikojnë, qoftë se nuk mundin ta pagojmë më një herë, pse mos ta pagojmë në disa vjet. Dhe para se ceki projektet që kanë lidhje me Bashkinë Lokale Dinosh, duhet ditur se e kem pas edhe ndoshta ankesën opinion se në Bashkinë Lokale Dinosh jo se nuk është punuar si sen. Duhet cekur se në vitin 2019 projekti i parë që është punuar nga komuna e Tuzit është kënë vetë projektin e Dinosh. Ne i thojmë rruga e Leut. Rrugë që dhe në vitin 2019 nuk është kënë rrugë për këtë shekull. Përmbytje në stinën dimrore dhe ishte projekti i parë. Fokusi i projektit ishte aty ku qytetarët pritshin që 30 vjet, 40 vjet. Problem shumë i madh. Masandej, gjithsesi në komunikim me Bashkinë Lokale, gjë që potencoj çdo herë se duhet forcuar bashkëpunimi midis menaxhmentit të komunës dhe bashkive lokale. Edhe pse shoh pa interesin bashkive lokale sot marrin pjesë këtu në debat publik qendror. Kemi pas asfaltimet e rrugave më kryesore në Dinosh, gjë që është bazë për të vazhduar me një avancim tjetër infrastrukturor. Por jo edhe vetëm të rrugëve, po edhe parkingjeve në vende më të kyçe. Ato janë pikëspari të objektet fejetare,
parkingu i cili është i rregulluar shumë mirë, tek xhamia Dinosh, tek kisha, por edhe tek objekti multifunksional në qendër Dinoshës Rex Ibrahimi. Kjo ishte bazë për të vazhduar për të avancuar edhe më shumë infrastrukturën Dinosh. Dime kemi shkollën Dinosh, dhe një ide ime ishte si, hajde pak edhe lokalist, sa i takon Bashkisë Lokale Dinosh, që me përfundimin e 2-3 projekteve, do kemi një bazë mirë, le të them, sa i takon infrastrukturës. Ajo është që e dim se si graviton Dinosha, të lidhim më shumë, më fort, më afër Dinoshën. Dinosha e ndarur në dy anë të krahit të kanjonit të lumit Sem. Ajo është ura për cilën edhe ka marrë pjesë në planin strategjik të zhvillimit të qytetit 2-3 vjeçar. Salla e sportit në kuadër të shkollës fillore. Fatkeqësisht unë kam përfunduar shkollë fillore, por nuk kujtojmë se kemi pas orë fizike për shkak të jo kushteve, orës lëndës përgatitjes fiskulturës në nivel të lartë, bashkë për arsyen që nuk kemi pas kushte për të zhvilluar. Edhe sot është e njëjta gjendje. Por më gëzon fakti që projekti është duke u përfunduar. Jo vetëm, por edhe revidimi i tij që janë hapat kryesore për të vazhduar, për të punuar të njëjtë. Dhe përmendi edhe kolegu Dizdarević për në 10Z, ajo është nevoja shumë bashkive lokale të kemi objektin e vetë. Unë i thom një lloj objektit multifunksional ku do përdoret nga shumë pjesëtarë të aktivizmi shoqëror në këtë bashki lokale. Si bashkia lokale të ketë objektin e vetë ku do bashkohen vendasit për çfarë do aktivitetit, por do e lidhi pak edhe me kemi në Dinosh një shoqatë kultur-artistike që është aktive gati vitin e ardhshëm bën, apo për 2 vite bën 50 vjetorin e vetë, ku në kuadër të atij objektit multifunksional do bëjnë edhe përgatitjet e veta. Një grup shumë aktiv dhe shumë prezent si këtu edhe në Gjon, dhe shoh se janë parashikuame mjetet për objektin e bashkisë lokale me Milesh edhe Sukuruq, apo Dushiq, nëse Dushiq. Shoh projekte tjera që kanë lidhje, dëshiroj t'i ceki ndoshta pak monoton, por gjitha këto kanë lind nga bashkëveprimi midis bashkisë lokale Dinosh dhe menaxhmentit të komunës së Tuzit. Momentalisht është në punim fusha e sportit dhe këndi për fëmijë në plagjet Beqira që jetojmë në Dinosh. Por gjë që kemi potencuar ne shumë gjatë është shëtitoria apo parku nga ura e madhe e re, siç i thojmë ne, kryesorja në Dinosh, fillim Dinoshës, deri ka drejtimi me Milesh. Pjesë që duhet valorizuar, pjesë në breg të lumit Sem, momentalisht e pashfrytzuar dhe të jetë devastuar, dhe bashkë ky projekt të jetë bazë për ndalimin e devastimit ose edhe keq përdorimit nesër që nga persona fizika apo nga persona juridik. Përpos kësaj e cekat parën dhe nuk ishte në nevojën apo modulin e pagesës financimit të projektit e urës. Sa kam informata unë, projekti është përfunduar, edhe është duke, me përmirësoni kryetarin që se gaboj, është duke u reviduar dhe faza përfundimtare. Dhe më thonë, kemi përgatitur projektin dhe revidimin me gjitha pagesa ndaj tyre. Do kemi së shpejti. Me cifër me sa jam, si kryetari bashkisë lokale i informuam diku afro 1 milion, 900.000 euro, dhe kam kërkesa ime është që përpos se do kemi
Ndërtimin e salës sportit, do punohet për objektin multifunksional për nevojat bashkisë lokale, shëtitoria dhe parku tek ura, është duke u punuar fusha e sportit në Beqiraj, kam kërkesë që ura në Dinosh të hyjë në planin e buxhetit kapital dhe me mënyrën nëse ka mundësi, nëse jo me pagesën e totale për një vit të shkojë edhe kjo, për ata e cekat e parën si praks pozitive për kryerjen e shërbimeve apo pagesave për projekte kapitale. Domethënë, ura e Dinoshës t'ja filloj sot i vit dhe që ta shikoni ju në baza juridike dhe planifikimet buxhetit në modul pagese shumë vjeçare. Gjithsesi, presë dhe përgjigje nga ju edhe tani, jam këtu vazhdojmë edhe diskutim nëse ka nevojë për tema tjera. Faleminderit. Okej, Ornoni, ju. Prije svega, želio bih da vas pozdravim, gospodine predsjedniče, vaš sekretare. Ja kao predsjednik penzionera Tuzli prisustvujem upravo ovoj raspravi budžeta i baš me interesuje kao prvo da postavim jedno pitanje. Obećali ste prošle godine bili da ćete uvrstiti u projekat adaptaciju našeg kluba penzionera i za okupljanje tu. S obzirom da od toga ništa nije bilo, možda ste ove godine sigurno planirali nešto da bude. S obzirom da mi ipak imamo jednu veliku saradnju, jedan veliki doprinos od vas, od opštine, tu vam dugujemo veliku zahvalnost upravo sa tim sredstvima što ste nam opredeljivali budžetom. Mi smo ta sredstva koristili za humanitarnu pomoć iznemoglim, bolesnim penzionerima. Takođe, mi smo uspeli da negde oko 50 njih je išlo na letovanje u Ulcinj. Onda smo sada imali za zimnicu oko 80 jagnjadi. Ja sam uspio sam bio da obezbijedim za Slave, za Zoju Zatrebačku i sad za Šenkol. Jagnjad po povoljnim cijenama, 8,5 € je bilo po kilogramu. Da je negde oko 180 paketa i 80 jagnjadi je već podignuto. Onda smo obezbijedili za Ulcinj 30 mjesta, onda je bilo saradnja sa ostalim opštinama, opštinskim udruženjima. Imali smo išli su u Sarandu, trebali smo sad da idemo u Ulcinj, zajedničku saradnju između Ulcinja i opštine Tuzi. Tako da me najviše samo interesuje što sam došao da vidim jeste li što uspjeli da napravite u vezi ovog našeg projekta. Toliko bih se zahvaljujem sa time. Përshëndetje për gjithë, me kënaqësi jemi këtu që të bashkëbisedojmë dhe të flasim për projekt buxhetin. Do të përdor rastin që të përshëndes gjithë qytetarët e komunës Tuzit, por njëkohësisht edhe diasporën tonë e cila definitivisht i gëzohet këtij zhvillimit apo kësaj rritje të buxhetit Tuzit me vlerë prej 12.895.072 euro. Po ja nisit nga ju, zotni Ruskovic, nga informacionet që i dhat, unë jam shumë i lumtur si kryetar komunet se pensionistet jetojnë mirë në komunë Tuzit. Dhe më thënë, ndani edhe qingja, shkollin pushime, apo aktivitetet tjera cili keni planifikuar, po gjithsesi, unë si kryetar jam shumë i lumtur. Komuna e Tuzit e ceket ju, do më thënë, ndanë shumë të paraparë me buxhet për
aktivitetet tuaja që i keni gjatë vitit. Unë kom pas takim me pensionistë dhe me ju, do më thonë me kryetarin e shoqatës pensionistëve në lidhje me ndërtesën shumë e vërtet që e ceket, dhe unë si kryetari komunës, do më thonë u kom ofruar mundësi, do më thonë jeni ankuar për kushte që do më thonë nuk janë të mira në ndërtesë. E kuptoj plotësisht, ajo është ndërtesë e vjetër, sigurisht e didi edhe ma mirë se unë, se sa gjatë, do më thonë kem pas takim dhe unë u kom ofruar që Komuna e Tuzit t'u paguaj ndonjë lokacion tjetër pensionistëve derisa të rregullohet ajo. Ju keni hezituar në drejtim që të u paguajmë neve, që t'u përmirësojmë kushtet, por normal se edhe me u marrë me pjesën e renovimit. Unë t'jemi sinqerë, do më thonë, ndaj jush personalisht dhe duke respektuar vjetet tua jam falë lutëm, por edhe ndaj qytetarëve, do më thënë, Komuna e Tuzit është në fazën e ndarjes me Podgoricën. Edhe kjo fazë ne pak në anashkalon në kuptimin e rregullimit kësaj. Me shpresë se ne këtë problematik, do më thënë, do ta sfidojmë sa më shpejt. Unë jam këtu dhe gjitha administrata e Komunës Tuzit, do më thënë, është gatshme se t'u shërbejmë juve, se ju një mosha e cila ne na ban krenar për faktin se babalarët tanë, zyshërit tanë, janë pensionistë dhe besoj se, do më thënë, jo besoj, po jam shumë i bindur se në të ardhmen do të kem mundësi që të rregulloj kushtet sa më të mira për juve. Kështu që këtu jemi që të punojmë këtë drejtim. Faleminderit. Sa i takon kryetarit bashkisë lokale Naim Gjokaj në pjesën e bashkisë lokale të Dinoshës, mbjen mirë zotni Gjokaj që i ceket, do më thënë, investimet dhe aktivitetet e zhvilluara që Komuna e Tuzit i realizon, do më thënë, jo vetëm në bashkinë lokale tuaj, por në komplet territorin e komunës. Është me rëndësi ta dini ju këtu, po e dini se shumica ju jeni punonjës. Komuna e Tuzit me shumë transparencë ka bërë informacionet ndaj qytetarëve dhe kryetarëve bashkisë lokale, por e ceket në fillim mos interesimi ju shqetëson juve. Mua personalisht mos interesimi më lumturon. Më lumturon për faktin se kjo tregon se qytetarët e Komunës Tuzit i besojnë Komunës Tuzit dhe projekt buxheti i punuar tash vlera peshih një vetë, do më thonë 12.895.072 euro, besoj se është për lavdat për secilin, do më thonë, qytetarët komunësal. Projektin e urës që e ceket, do më thonë, definitivisht në suazat e mundësive dhe ju premtoj se do t'jetë pjesë e buxhetit për mundësitë ekonomike. Unë nuk jam ekspert i ekonomisë, sekretarën e kem ekspert në këtë drejtim, kështu që, do më thonë, gjithsesi do t'jetë pjesë e buxhetit. E kom shënuar sa i takon komunikimit apo komunikimit qytetarit apo këshilltarit, si të donë Dizdarevic, po ja nisit nga brapa. Do më thonë, tematika e cila e keni hapur ju është edukata e qytetarëve e tanë në lidhje me komunikacionin dhe hapja e parking serviseve. Unë plotësisht dakordova me juve në këtë drejtim se tash t'jemi sinqert me ju dhe me qytetarët tanë për fat keq pak edukata e komunikacionit të qytetarët tanë është pak në një nivel pak matullet dhe kemi problematika në këtë drejtim, por besoj se në të ardhmen do të vetëdijsohen edhe qytetarët, por dihet se vetëdijsohen qytetarët, por edhe Komuna e Tuzit në këtë drejtim do të punojë konkretisht edhe këtë kemi në planifikim, do më thonë planifikimin e shërbimit të komunaleve. Komuna e Tuzit ka planifikuar parking servisin dhe në pjesën ku është shtëpia e shëndetit, do më thënë mes shtëpisë shëndetit dhe qendrës për kulturë, do më thënë është planifikuar se të hapet parking service. Ideja e mirë është normal, respektoj mendimin tuaj në lidhje me parking servisin edhe e mbrapa komunës, por është edhe do më thënë në realizime sipër, besoj, po jam i bindur se në qoftë se na lejon kushtet atmosferike, qendrën e Tuzit do ta rregullojmë, do më thënë është parapar me buxhet,
do ta rregullojmë asfaltimin, do t'i ndryshojmë kahjet e komunikacionit dhe do të rrisim parking, domethënë për qytetarët. Do ta bëjmë rrugën që shkon rreth parkut, do ta bëjmë një kafshë dhe do të kemi mundësi të parkohen makinat, domethënë automjetet apo makinat si të vlerësoni në dy anë. Kështu që në këtë drejtim besoj se kemë rregulluar, domethënë ka ndikuar pozitivisht që qytetarët kenë më shumë parking vende, por edhe të rregullohet hapësira në qendër. Sa i takon tematikës ndërtesës sportive, qendra sportive në Sukraq, ju e dini qasjen edhe e dini situatën se Komuna e Tuzit ka bërë projektin dhe projekti i cili ka dorëzuar Komuna e Tuzit ka qenë mbi 10 milion euro, saktësisht nuk jam i sigurt, sigurisht sekretarët do ta dinë, por në fazën e përzelljes së investimeve ai projekt është ndalë. Domethënë ai ka qenë projekt i cili është dashur të financohet prej Ministrisë për Investime Kapitale, por nuk e di pse është ndalë, ata kanë më vlerësuar qytetarët sepse është ndalë dhe ne si veçeverisje lokale e përgjegjshme ndaj qytetarëve dhe ndaj vendit, domethënë kemi hyrë në pjesën e asaj që të zvogëlojmë kapacitetet e asaj, domethënë me projekt 3 të zvogëlojmë kapacitetet dhe të punojmë një qendër sportive e cila domethënë ka më pas kushtet bazë për funksionim. Kështu që këto janë disa, domethënë nga përgjigjet tash nuk jam i sigurt, ai kam shënuar të gjitha, patjetër Karabushkopole ke përmend diçka? Bashkinë lokale. Patjetër se edhe në këtë drejtim ne do të punojmë se ne jemi komunë e cila shërben në çdo vend, domethënë në çdo vend territor domethënë të komunës dhe çka ndodh? Investimet tona nuk nalen. Sot të nderuar qytetar dhe të nderuar prezent, sot në komunën tonë është duke investuar vlera rreth apo mbi më mirë me thon 4 milion euro. Kështu që këto investime janë zhvillim. Vetë fakti, e tha sekretari dhe faleminderit për ata, e shpjegoi shumë bukur pjesën e kësaj që e ceki, domethënë rritja e buxhetit nga 9.6 milion euro, e cili ka qenë me rebalans para 2 muajve sa ka qenë, sot prezantojmë projekt buxhetit me 12.895.072 euro. Unë thaq po ardhe dhe përsërisë me krenari, para jush dhe para gjithë qytetarëve, domethënë kjo është vlerë për gjithë qytetarët e komunës sonë. Duke cekur, nuk e dija kom thënë, domethënë këtë qytetari Dizdarevic edhe në debate në kuvend, domethënë shpesh hapim këtë temë, duke cekur se realizimi i buxhetit deri ditën e djeshme me sa e di unë ka qenë 85%. Me shpresë se kjo deri në fund vitit do të jetë edhe më shumë. Kështu se vetë realizimi i buxhetit për këtë vit që po kalon, edhe planifikimi i buxhetit për vitin 2026 me këtë vlerë që e ceka 13 milion euro faktikisht, domethënë na jep një mundësi të mirë që ta zhvillojmë këtë vend dhe jam i bindur se Komuna e Tuzit nuk ka më ndalë për zhvilluari. Unë me kaq ju përshëndes gjithëve dhe faleminderit. Ja se izvinjavam, samo mogu li jednu još? Samo, vrlo kratko. Mislim, to sam zaboravio reći. Vrlo uspješno jer vi znate da dijaspora nam je pomogla, 15.000 je već na računu obezbijeđeno za tu adaptaciju. I dalje oni čekaju da vidiju šta će se uraditi, jer su i oni čak spremni da nam urade tu adaptaciju prostora. Ostaje jedino sa vama. Znam da imamo izvanrednu saradnju sa vama, i to sam rekao javno i na javnom servisu televizije i opet će možda imati negde ponovo, tako da smo mi uradili i projektnu dokumentaciju bili, a još jedno da napomenem, treba isto voditi računa da to je zgrada bila nekad opština 56. godine i to bi trebalo da ostane kao istorijsko znanje za ovo mjesto gdje je bila opština. Toliko
ukoliko postoji mogućnost, predsjedniče, ja se zahvaljujem. To sam na brzinu došao ne znajući da je danas rasprava, da vam iskreno kažem. Hvala vam. Faleminderit, unë parëndherë shkoa pak gjërë bol, e harrova disa pjesë. Pyetje gjithsesi është bazë shëndeti për gjithë qytetarët dhe ndoshta është mirë të elaborohet kjo pjesa e transfereve për institucione ku kemi transfer për ambulancët në TUS, 30.000. Gjithsesi sigurisht ka të bëjë diçka me avancimin e përgatitjes kuptim shërbimeve shëndetësore. Është mirë që qytetarët, sepse është sot po dita e kuvendit ku do debatohet për këtë pikë, janë 2 ditë ku ndoshta më së shumti ndjeken nga qytetarët. Është mirë që të elaborohen këto elemente. Shohim për transfere një pjesë e mirë transferohet edhe SHPK komunale. Në këtë lidhje bashkë për ata se kjo ditë është në fokus nga qytetarët dhe nga gjithë administrata, kërkoj që bashkë për arsye se bëhet një transferim i mirë mjeteve për komunale, të fuqizohet kuptim adaptimin e shportave për pastërti në ja filloj nga bashkësia lokale. Ndoshta keni edhe ndonjë projekt i cili është aktiv lidhje me këtë, por dëshirova ta ceki e përfundoj edhe me një projekt që nuk e përmenda. Është mirë të dihet e vetë fakti që po punohet projekti nga ana e komunës Tuzit për rrugën moderne, Dino Shmilje Shtus, tregon se kush e kishte në plan këtë rrugë ka herë. Nderuar Gjokaj, po, faleminderit se na kujtuat për këtë pjesë se ne kemi planifikime të shumta dhe ndoshta sigurisht na ka lënë ndonjë. Komuna e Tuzit ka parashikuar, domethënë ka planifikuar në vërtet, kërkoj falje, për 30.000 euro për rregullimin e një qendre fiziatrike në shtëpitë shëndetit. Domethënë qendër në kuptimin e asaj se tash ta quaj ashtu për fatkeqësi apo për fat të mirë se ne i kemi planifikuar këto, për fatkeqësi se për çdo ditë ka më shumë qytetarë se kanë nevojë për këtë shërbim në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, domethënë komunikim me Ministrinë e Shëndetësisë, ne kemi planifikuar këto mjete që komuna e Tuzit të ketë një vend për fiziatri për qytetarët tanë. Kështu që jam i bindur se gjatë vitit 2026 do të realizohet ky projekt dhe komuna e Tuzit do të kontribuojë në këtë drejtim. Sa i takon e quajt shporta për mbeturina, domethënë duhet të ndaj me ju informacionin se ne si komunë e përgjithshme kemi realizuar projektin Zero Waste, me sa kom informacion, se po konsultoj kolegen, dhe gjdo tendenca jonë në të ardhmen, do më thonë, është se gjdo anëvisëri, do më thonë, në komunën tonë të ketë tri shporta për ndarjet e mbeturinave. Ky projekt është realizuar, por e ka edhe pjesën tjetër, kështu që me sa diun saktësisht sa ka për 1.000, do më thënë për 1.000 anëvisëri, do më thënë janë të ndara këto dhe shpresoj se shumë shpejt, do më thënë SHPK komunale do t'i ndaj anëvisërive. Ne kemi intervenuar që edhe në drejtimin e asaj, do më thënë kontejner, si komunë, do më thënë kontejner të ndihmojmë SHPK komunale blerën e kontejnerve dhe besoj se ajo pjesë është në pjesë përfundimit, apo Daniela? Kështu që këto cilat po i ceki, do më thënë, janë dëshmi reale dhe të vërteta se komuna e Tuzit në çdo segment shoqëror, do më thënë, kontribon dhe jemi duke punuar, do më thënë, maksimalisht që të përmirësojmë kushtet e qytetarëve tanë. A ka pa diçka tjetër? Më falë, se menua se ka pa do i pyetje tjetër për ata. Po
patjetër, domethënë ky të kam thënë edhe, faleminderit shumë. Ky të kam thënë edhe në publikimet e mia se çdo aktivitet të cilët ndodh, domethënë ne publikojmë se jemi sigurisht e dini edhe ju, por edhe qytetarët tanë se ne jemi ndër komunat më transparente në Maltezi, domethënë kemi marrë domethënë edhe vlerësimin prej organizatave ndërkombëtare para 2 muajve. Kështu që unë i publikoj domethënë aktivitetet e komunës në rrjetet sociale, në website e tjera, edhe në këtë pjesë kam thënë domethënë komuna është duke realizuar projektin. Unë jam i bindur sekretari mu i ndihmua, domethënë do të jetë shumë shpejt projekti për këtë rrugë dhe vazhdojmë realizimin e saj. Kështu që hap ka i hap do të zhvillojmë komplet komunën, por nuk mundemi me një herë çdo lagje, ke parasysh, por besoj se do të kemi një kuptim prej qytetarëve tanë. Faleminderit. Ju faleminderit kryetar. Nëse nuk ka të tjerë të interesuar, apo Adnan Durna. Nderuari kryetar, nderuari sekretar i financave, sot po lajmërojmë këtu në Amendbashkisë Lokale Kodër Budan. Në vitin 2022-2023 kena pas probleme me shtratin e Lumi Surrel. Tash sa e analizova buxhetin nuk e bashtu një pik për adaptimin të pjesës Vuksan Lekaj deri te liçeni i Shkodrës. Tash vetëm ma din me më informat a muj me llogarit që në vitin 2026 ka mu rregullua. Mendoj se nuk është investim i madh, vlera sillet rreth 5-6.000 euro, ashtu që mendojmë se muj me kyç në këtë buxhetin e vitit 2026. Gjithashtu përgëzime për këtë buxhet kaq voluminos, edhe besoj si ka mu realizua si edhe buxhetet e viteve të mëparshme. Faleminderit. Theo në Senat. Përshëndetje gjithëve. Unë sa edhe pse kom shikuar më përpara, por nuk e kom pa, ndoshta edhe nuk e kom pa ose nuk e kom vrejt, lidhur me transfertat e institucioneve, i kom pa disa numra këtu, të cilat si edhe këtu as unë nuk jam ekonomist, që nuk i kom qarta, vetë pak kisha nëse ka mundësi të përfshihet këtu, nëse ka mundësi normalisht gjithmonë, farë transfertit ose ditë ndihmë për këto institucionet fetare, sidomos për funeralin i cili është ndërtu duke në fazën e ndërtimit funerali për 3 fshatra, 2 Milesha dhe Roganth. Besoj që kanë nevojë për ndihmë prej komunës, edhe pse edhe deri tani ka pas disa ndihma për këtë objekt, mirë po duke pasur parasysh rëndësinë e objektit i cili është në ndërtim e sipër, mendoj se e meriton që në kuadrët këtyre mjeteve, transfertave, të përfshihet, sepse jam i njoftuar se dhe kanë paraqit kërkesën për ndihmën që tu ofrohet i farë ndihmet, sepse edhe diaspora edhe sigurisht edhe banorët vendas kanë kontribuar mjaft në këtë aspekt. E dyta, duke vizituar ka i herë vendin, e sheh se ndoshta ka ndonjë mungesë ose të disa rrugëve, të cilat pas jemi dhe eventbanim në zhënime sipër, janë disa objekte të cilat janë në ndërtime sipër në krahun e Shipshanikut, atë ka poshtë, nuk e di a keni parasysh, prej fushave Pepic, prej shtëpive Pepicve poshtë, është një lagje plotësisht e re, sa e di një informatër që kam tani janë në proces legalizimit, sipas njoftimeve dhe sipas bisedimeve që kam bërë me ata të cilët janë duke punuar, ajo rrugë është e komunës, domethënë nuk është rrugë private, edhe pse kam pas informata se është rrugë private, nuk mund të investuar, mendoj që edhe aty duhet ndoshta ndonjë intervenim. Fillimisht ndoshta me ndonjë, si thonë, me jo asfalt, po asaj pjesë me zhavor, ndoshta atër më vonë edhe asfalt, pasi bajak i disa shtëpi janë të ndërtuar aty në pjesë. Faleminderit. Nderuar qytetar Gilaj, ju përshëndes dhe mirë se keni ardhur në debatin publik.
Unë me përgjegjësi shumë të madhe, domethënë ceki para jush dhe para gjithë qytetarëve se Komuna e Tuzit kontribon në gjitha segmentet cilat ekzistojnë në Komunën e Tuzit. Domethënë ne jemi të hapur për bashkëpunim, për krahjet edhe të institucioneve, por të keni parasysh se gjithmonë në kuadër të ligjit. Domethënë ligji është ai i cili i rregullon këto. Na për rastin në fjalë Komuna e Tuzit ka kontribuar dhe ka bashkëpunuar edhe me institucione tjera që të kontribuohet aty. Kështu që ne si komunë jemi gatshëm për krahje, por gjithmonë domethënë në kuadër të dhe në suazat ligjit. Kjo ka lidhje edhe me atë pjesën e asaj që ceket ju për Shqipshanik. Domethënë ne si komunë zhvillojmë vendin, e shihni edhe vetë, domethënë në bazë buxhetit edhe në bazë realizimit të buxhetit, por edhe planifikimeve të tjera, gjithsesi Komuna e Tuzit është këtu që të kontribuojë në këtë drejtim. Faleminderit. Vesh dy fjalë shkurt në lidhje me kërkesën e Adnanit edhe Senatit. Unë si sekretari i financave nuk mundi mu premtua për këtij vendi se kanë mu futën në buxhet, gjithsesi është më rëndësi të cekim këta që cekim çdo vit. I kemi 3 pika në buxhet, po i përmendjen edhe herë se nuk ka e tepër. Do të thotë e kemi pikën shpenzimet për infrastrukturën lokale është 640.000, e kemi pikën mirëmbajtja investuese 273.000 edhe shpenzimet për objekte ndërtimore 1.079.000. Këto 3 pika në buxhetin kapital pothuajse janë për cekit, pothuajse janë plotësuara me projekte, megjithatë ka mjaft ta quaj këtu vend të lirë, i cili do të precizohet e do të planifikohet më detajisht në janar apo në shkurt lek apo nga Sekretariati për Urbanizëm do të thotë bihet sjellet programi për rregullimin hapësindor. Ju ftoj gjithë qytetarët, gjithë bashkiet lokale të jenë prezente në atë diskutim publik se aty këto 3 pika precizohen më detaj, domethënë edhe kërkesat që i pat Adnani, edhe Senati, tana mund me hi, realisht mund me hi edhe në shpenzime për objekte ndërtimore, edhe në mirëmbajtjen investuese, edhe në infrastrukturën lokale. Gjithsesi ju përkujtoj edhe i herë gjithëve, gjithë qytetarët e pranishëm këtu edhe ata që na ndjekin për krye televizionit bojnë se diskutimi publik nuk mbyllet sot, është i hapur deri të hanën në orën 4, ashtu që ju ftoj gjithëve që kërkesat, sugjerimet, propozimet tuaja t'i dërgoni përmes arhives së Komunës së Tuzit apo në mënyrë elektronike. Nëse nuk ka pyetje tjera, po Senat. Veç deshta edhe mu falenderua për mirëkuptimin që e pat, normalisht me atë qëllimet ceka se në atë pjesën e buxhetit për ato ka hapësirë, prandaj edhe ceka sepse nuk është një investim shumë i madh që me dash ose me pas nevojë me cek në pikë të veçantë, por që thojza t'ju përkujtoj se ndoshta edhe të ishte mirë në atë pjesë të asaj pike të futur edhe këto dy kërkesa. Faleminderit. Ju falenderit gjithëve për prezencën. Shpresoj se buxhetin e vitit 2026 sjellë buxhete të tjera do t'i realizojmë. Ky për ne do të jetë buxheti më i madh deri tani i planifikuar. Nga njëra anë paraqet gjithsesi një kënaqësi kur e shohim se komuna po përparon dhe po rrit buxhetin e vet, nga tjetra anë ndoshta edhe më rëndësishme është edhe sfidë edhe përgjegjësi shumë e madhe si për gjithë sekretarët, për gjithë stafin e kryetarin se këtë buxhet të realizojmë, të fitojmë mendim pozitiv nga organet gjetëse, të shlyejmë gjitha deturimet dhe çka më rëndësishme të realizojmë investimet kapitale në mënyrë që ta përmirësojnë jetën e qytetarëve të Malësisë. Faleminderit.